Sot, kjo fjale imja vjen pas një emergjence natyrore, që mund them me bindje se bashkëpunimi me qeverisë dhe pushtetit lokal ka sjell rezultatet prekshme. Dua të falenderoj paraprakisht Ministrit, Bordin e Kullimit, Emergjencat Civile dhe Bashkitë për punën e pandalshme gjatë tyre 2 viteve. Për pastrimin e kanaleve kulluese, parësore e dytësore, forcimin e digave dhe ndërtimin e infrastrukturës mbrojtëse, të cilat kanë qenë shembuj konkret të një pune të përbashkët, që ka ulur ndjeshëm rrezikun e përmbytjeve dhe ka minimizuar dëmet e shkaktuara nga rreshtet e këtyre ditëve. Siç mund ta shihni secili prej jush, por edhe banorët, dëmet dhe sipërfaqet e përmbytura këto ditë rreshjesh në të gjithë sharkun Shkodër kanë qenë disa herë më të reduktuara se sa vitet e kaluara, dhe kjo fal punës bërë këto 2 vite. Sot rrugët e qytetit të Shkodrës janë të lira në pak minuta nga ujërat, fal punës që është bërë për hapjen e kolektorëve, kolektor të cilit ishin bllokuar për 30 vite, dhe ndërtimit linjave të reja të kanalizime në të gjithë qytetin. Seancat e kaluara dëgjova se Veriu dhe Shkodra janë lënë pas dore. Më lejoni t'ju përmend disa nga projektet që janë realizuar dhe janë në vazhdim në qarkun Shkodër, vetëm 2 vitet e fundit. Në fushën e infrastrukturës, zgjerimi i rrugës hyrjese së qytetit, bashkë me doblimin e urës së Baçallekut, parku i hyrjes, muzeu i lundrimit, rruga Shirok Zogaj, rikualifikimi i pedonales dhe i korsisë biçikletave në Shirok, rruga Komanit, rruga Pulaj, si dhe 10 kilometra rrugë fshatrash dhe zonash rurale kanë përfunduar asfaltim ose riasfaltim. Janë rikualifikuar 6 bllose banimi nëpër qytet dhe lagjet e vjetra të qytetit kanë marrë identitetin e tyre të munguar prej vitesh. Kanë përfituar nga bashkëpunimi me Fondin Shqiptar Zhvillimit dhe me Agjencinë e Eficiencës Energjetike mbi 100 pallate duke u veshur me kapot. Shumica rrugëve të qytetit sot, përveç riasfaltimeve, kanë edhe ndryshimin e ri LED. Hekurudha Vorhani Hotit tashmë është një realitet që po ecën përpara me procedura. Në fushën e arsimit janë restauruar 6 shkolla dhe terrene sportive vetëm gjatë vitit kaluar dhe janë planifikuar edhe 5 institucione shkollore dhe parashkollore të rehabilitohen vitin që vjen. Dhe të gjitha këto janë një bashkëpunim mes qeverisë dhe bashkisë. Në fushën e shëndetësisë, Shkodra sot ka një poliklinik të re e standardeve më të larta dhe shumë shpejt fillojnë punimet për restaurimin total të maternitetit Shkodër. Në fushën e kulturës, restaurimi i teatrit dhe kinemas për t'i ngritur në standardet dhe kushtet optimale, siç i meriton arti shkodran.